Ai mendonte se kishte martesën perfekte. 10 vite dashuri, 10 vite sakrifice, 10 vite besimi absolut, por një mbrëmje, një telefonat e gabuar, një mesazh në një gjuhë që ai nuk e kuptonte, dhe një emër që nuk duhet të ekzistonte, e shkatërroi gjithçka. Gruaja që e kishte dashur me gjithë shpirt, gruaja që i kishte dhënë fëmijë, gruaja që kishte ndarë shtratin dhe sekretet e jetës së tij, nuk ishte ajo që pretendonte. Ajo ishte një spiune, dhe ai, një shqiptar i thjesht që besonte tek familja, u bë objektivi i saj për 10 vite. Kjo është historia që tronditi një qytet të tërë. 10 vite gënjeshtër. Arbeni nuk ishte njeri i dyshim. Ai ishte rritur me bindjen se familja është e shenjtë. Babai i tij kishte punuar gjithë jetën në emigrim në Itali, ndërsa nëna kishte mbajtur shtëpinë me sakrificë. Për Arbenin, martesa ishte kulmi i besimit dhe nderit. Ai e njohu Anën në një konferencë biznesi në Tiranë. Ajo ishte elegante, e qetë, me një shipe të pastër, por me një theks të lehtë që ai e quajti të bukur. Ajo tha se kishte jetuar disa vite jashtë vendit. Ai nuk e pyeti më shumë. Dashuria nuk pyet për detaje. Brenda një viti u martuan. Martesa e tyre dukej perfekte. Ajo ishte e kujdesshme, e organizuar, gjithmonë një hap përpara. E ndihmonte në biznes, i sugjeronte kontakte, e këshillonte për investime. Arbeni filloi të rritej financiarisht. Çdo gjë dukej sikur po shkonte për mrekulli, por kishte gjëra të vogla. Ana nuk fliste kurrë për familjen e saj. Nuk kishte shumë miq. Nuk postonte foto personale. Dhe kishte zakon të zhdukej për udhëtime pune të shkurtra. Arbeni i besonte, sepse dashuria, kur është e verbër, nuk sheh flamuj të kuq. Një natë, pas 10 vitesh martesë, ai u zgjua nga një tingull i lehtë telefoni. Ana ishte në banjë dhe fliste me zë shumë të ulët. Ai nuk donte të dëgjonte, por një fjalë ngriu gjakun. Operacioni. Ai u ngrit ngadalë. Dera ishte paksa e hapur. Ajo po fliste në një gjuhë që nuk ishte shqip. Serbisht. Arbeni kishte dëgjuar mjaftueshëm gjatë jetës për ta njohur tingullin. Ai u kthye në shtrat, zemra i rrihte fort. Kur ajo doli, ai bëri sikur po flinte. Por atë natë, diçka u thye brenda tij. Të nesërmen ai filloi të kërkonte. Fillimisht në mënyrë të padëmshme. Pa zhurmë, pa përballje. Kontrolloi dokumentet e saj. Pasaportë, diplomat, çdo gjë dukej në rregull. Shumë në rregull. Shumë perfekte. Ai vuri re se pasaporta e saj ishte rinovuar më shpesh se zakonisht. Udhëtime të shkurtra në vende të ndryshme të Ballkanit. Takime biznesi që nuk përputheshin me kalendarin e kompanisë. Pastaj erdhi momenti që ndryshoi gjithçka. Një sebe vogël e fshehur brenda një libri në bibliotekë. Arbeni po kërkonte një dokument dhe libri ra. Nga brenda doli një pajisje e vogël memorie. Ai e futi në laptop. Fillimisht nuk ishte asgjë të dukshme. Pastaj gjeti një dosje të fshehur. E koduar. Ai nuk ishte ekspert të, por kishte një mik që ishte. Nuk i tha asgjë për gruan. Vetëm i tha se kishte gjetur diçka të dyshimt në zyrë. 2 ditë më vonë, miku i tij e telefonoi. Arben, këto nuk janë dokumente të zakonshme. Dosja përmbante informacione mbi investitor shqiptar, projekte infrastrukture, plane financiare, lidhje me kompani që kishin kontrata shtetërore, informacione që vetëm dikush shumë afër tij mund t'i kishte. Arbeni filloi të lidhte pikat. Ana kishte insistuar që ai të hynte në disa projekte specifike. Kishte këmbëngulur për takime me persona të caktuar. Kishte bërë pyetje shumë të detajuara për kontrata. Ai kujtoi momentet kur ajo i kërkonte fjalëkalimin vetëm për emergjencë. Kujtoi netët kur ajo qëndronte zgjuar në laptop ndërsa ai flinte. 10 vite. 10 vite manipulim. Por pjesa më e dhimbshme nuk ishte tradhtia profesionale. Ishte fakti që ai e kishte dashur vërtet. Ai e kishte mbrojtur. E kishte prezantuar me familjen. E kishte bërë pjesë të çdo vendimi. I kishte treguar gjithçka. Tani çdo kujtim duke i rrem. Ai vendosi të mos përballej me njëherë. Në vend të kësaj, kontaktoi një të njohur që punonte në strukturat e sigurisë. Ajo që mësoi e bëri të dridhej. Emri Ana nuk ekzistonte në regjistrat e lindjes, ashtu siç ajo kishte deklaruar. Identiteti i saj ishte i krijuar. Arbeni u ndjes sikur po jetonte në një film. Gruaja e tij, nëna e fëmijës së tij, kishte një identitet të rrem dhe kishte lidhje me shërbime sekrete.
Por pyetja që e shkatëronte ishte, a kishte qenë gjithçka një mision? A ishte ai thjesht një objektiv? Një mbrëmje, ndërsa ajo po përgatiste darkën si gjithmonë, ai e pa ndryshe. Çdo buzëqeshje duke e llogaritur, çdo përqafim i planifikuar. Ai e kuptoi se nuk mund të jetonte më në dyshim, por gjithashtu e dinte se përballja direkte mund të ishte rrezikshme. Ai filloi të bashkëpunonte fshehurazi me autoritetet. Çdo lëvizje e saj u monitorua, çdo telefonat u analizua, dhe më pas erdhi konfirmimi. Ana nuk ishte thjesht një spiune. Ajo ishte pjesë e një rjeti më të madh që operonte prej vitesh. Arbeni nuk ishte zgjedhur rastësisht. Ai kishte akses në informacione ekonomike strategjike. Martesa e tyre kishte qenë hyrja perfekte. Natën kur autoritetet vendosën të vepronin, Arbeni ndjeu një dhimbje të papërshkrueshme. Jo vetëm frikë, por pikëllim, sepse pavarësisht gjithçkaje, një pjesë e tij ende e donte. Kur dera u hap me forcë dhe oficerët hyn brenda, Ana nuk bërtiti, nuk u trondit, nuk bëri rezistencë. Ajo thjesht e pa në sy, për herë të parë pa maskë. Nuk ishte personale, i tha me zë të qetë, por për Arbenin ishte gjëja më personale që mund të ekzistonte. Ai qëndroi ngrirë ndërsa e shoqëronin me pranga. 10 vite u shembën në 1 minutë, dhe ndërsa dera u mbyll, ai e kuptoi se jeta e tij nuk do të ishte më kurrë e njëjtë. E vërteta që djeg, shtëpia ishte e heshtur. Për herë të parë pas 10 vitesh, nuk dëgjohej zëri i saj në kuzhinë. Nuk kishte aromë kafeje në mëngjes. Nuk kishte hapa të lehtë në korridor. Arbeni u zgjua atë ditë me një boshllëk që nuk e kishte ndjer kurrë më parë. Krevati dukej më i madh, ajri më i ftohtë. Çdo objekt në dhomë bante një kujtim, dhe çdo kujtim tani ishte i dyshimt. Ai nuk kishte fjetur, syt i digjnin, mendja i rrotullohej. Ishte e vërtet, nuk ishte ëndër. Autoritetet e kishin marrë Anën në mesnat, pa dram, pa britma, pa lot, vetëm një fjali, nuk ishte personale. Ai e përsëriste në mendje pa pushim. Si mund të mos ishte personale? 10 vite martesë. Një fëmijë, një jetë, të nesërmen u thirr për deklaratë zyrtare. Në një zyrë të ftohtë me mure gri dhe dosje të rënda mbi tavolinë, një zyrtar i qetë i shpjegoi realitetin. Gruaja juaj nuk është ajo që mendonit. Identiteti i saj është i ndërtuar. Ka hyrë në Shqipëri me mision afatgjat. Objektivi kryesor ishin individ me akses në sektor ekonomik strategjik. Arbeni nuk foli, vetëm dëgjonte. Ju jeni përzgjedhur sepse biznesi juaj kishte lidhje me projekte infrastrukturore dhe investime ndërkombëtare. Ai ndjeu sikur dikush po i shtypte gjoksin. Pra gjithçka ishte e planifikuar? Zyrtari hezitoi një sekond. Fillimisht, po. Fillimisht. Fjala që e shpoi më shumë. Do të thoshte se diçka mund të kishte ndryshuar. Apo ishte thjesht një formulim diplomatik. Ata i treguan disa prova. Fotografitë e saj me persona të tjerë, takime në qytete të ndryshme, mesazhe të koduara, transferta të fshehta. Ana kishte qenë aktive për vite, por kishte edhe diçka që nuk përputhej. Në 2 vitet e fundit, aktiviteti i saj ishte ulur ndjeshëm, si të kishte hezituar, si të ishte tërhequr. Arbeni filloi të analizonte çdo moment të viteve të fundit. Ajo kishte qenë më e qetë, më e përqendruar tek familja, kishte refuzuar disa udhëtime pune, kishte kaluar më shumë kohë me djalin e tyre. A ishte penduar? A ishte dashuruar realisht? Këto pyetje nuk i jepnin paqe, por drama nuk mbaroi aty. Media mori erë për arrestimin. Filluan zërat, titujt, spekulimet. Biznesmeni shqiptar i lidhur me rrjet spionazhi. Askush nuk dinte detaje, por mjaftonte fjala spionazh për të shkatëruar reputacion. Partner biznesi filluan të tërhiqeshin. Disa telefonata mbetën pa përgjigje. Disa kontrata u pezulluan përkohësisht. Arbeni u bëi dyshimt në sytë e shumëkujt. Ai nuk ishte vetëm viktim, ishte edhe implikuar në sytë e publikut. Familja e tij u trondit. Nëna qante në heshtje. Babai rinte i ulur pa folur. Djali i vogël pyeste, ku është mami? Kjo ishte pyetja më e vështirë. Si ti shpjegosh një fëmije që nëna e tij kishte jetuar me një identitet të rrem? Arbeni vendosi të thoshte vetëm kaq. Mami ka bërë një gabim shumë të madh dhe duhet të rregullojë disa gjëra.
Ai nuk mund t'ia vriste figurën në sytë e djalit, por brenda vetes lufta ishte egër. Dashuri kundër tradhtisë, kujtime kundër realitetit, zemër kundër mendjes. Disa javë më vonë ai mori një lajm të papritur. Ana kishte kërkuar ta takonte. Autoritetet e lejuan një takim të kontrolluar. Arbeni hezitoi. Një pjesë e tij donte ta shihte, të kërkonte përgjigje, të bërtiste, të qante. Një pjesë tjetër donte ta fshinte përgjithmonë, por në fund ai pranoi. Takimi u zhvillua në një dhomë të vogël, me xham ndarës dhe telefon për komunikim. Kur ajo hyri, ai mezi e njohu, pa makijazh, pa elegancën e zakonshme, pa vetbesimin e akull, për herë të parë dukej e lodhur. Sytë e saj u mbushën me diçka që ai nuk e kishte parë kur më parë. Frikë. Ai ngriti telefonin. Pse ishte fjala e vetme që doli nga goja e tij? Ajo heshti për disa sekonda. Sepse u dërgova për këtë. 10 vite. Po. Ai shtrëngoi dhëmbët. Po djali ynë. Edhe ai ishte pjesë e misionit. Ajo mbylli syt. Jo. Ishte përgjigja e parë që nuk tingëlloi e ftohtë. Fillimisht ishte vetëm punë. Por gjërat ndryshuan. Ai qeshi hidhur. 10 vite gënjeshtër dhe tani po më thua që u dashurove? Lotët i rodhën në heshtje. Nuk ishte planifikuar. Nuk duhej të ndodhte. Këto fjale tronditën më shumë se çdo dokument, sepse nëse ajo kishte ndier diçka reale, atëherë gjithçka bëhej edhe më e dhimbshme. Ti kishe zgjedhje, i tha ai. Jo, u përgjigja ajo me zë të ulët. Kur hyn në atë botë, zgjedhja zhduket. Ai e kuptoi se po fliste me një person që kishte jetuar mes frikës dhe detyrës. Por kjo nuk e fshinte dëmin. Nuk ishte personale, i tha ajo sërish. Këtë herë ai u përkul përpara. Ishte jeta ime. Heshtje. Koha mbaroi. Roja i bëri shenjë. Para se të largohej, ajo tha një fjali që do ta përndiqte. Unë të shpëtova nga diçka më e madhe. Nuk e di nëse do ta kuptosh ndonjëherë. Ai mbeti i ngrirë. Çfarë do të thoshte ajo? A kishte pasur një plan tjetër? Një rrezik tjetër? Autoritetet nuk i dhan shumë detaje. Hetimi vazhdonte. Rrjeti ishte më i thellë se sa mendohej. Dhe ndërsa jeta e tij po rindërtohej me copa të thyera, Arbeni kuptoi një gjë të frikshme. Ai nuk dinte më këtë besonte. Jo gruan, jo miq, jo biznesin. Ai kishte jetuar me një të panjohur për 10 vite. Dhe tani për herë të parë ndjehej vetëm në një botë që dukej e rreme. Por historia nuk kishte mbaruar. Sepse ajo fjali, unë të shpëtova, ishte fillimi i një sekreti edhe më të madh. Sekreti pas sekretit. Fjala e saj nuk i shitej nga mendja. Unë të shpëtova nga diçka më e madhe. Arbeni kishte kaluar javë të tëra duke u përpjekur të rindërtonte jetën. Por ajo fjali ishte si një hije që e ndiqte kudo. Në zyrë, në shtëpi, në heshtjen e natës. Çfarë mund të ishte më e madhe se një rrjet spionazhi? Ai vendosi të mos qëndronte pasiv. Kontaktoi sërish zyrtarin e sigurisë që po merrej me çështjen. Dua të di të vërtetën. Çfarë donte të thoshte? Zyrtari hezitoi, pastaj mbylli derën e zyrës. Ka disa informacione që nuk janë bërë publike. Zemra e Arbenit filloi të rrihte fort. Gruaja juaj në muajt e fundit ka devijuar nga linja e saj operative. Devijuar. Ajo ka dërguar informacion të pasakt. Ka sabotuar disa raportime. Ka shmangur disa objektiva. Arbeni u mbështet në karrige. Do të thoni që ajo nuk po i shërbente më atyre. Jo plotësisht. Në fakt, ka prova që në një rast konkret, ajo ka parandaluar një veprim që do t'ju kishte shkatëruar. Ai u ngrit menjëherë. Çfarë veprimi? Zyrtari mori frymë thellë. Kishte plan për të përdorur ju si ndërmjetës pa dijenin tuaj për një transfert financiare që do t'ju implikonte drejt për drejt në një skem të madhe korrupsioni ndërkombëtar. Do të përfundonit i arrestuar. Publikisht i turpëruar. Biznesi juaj do të shembej. Arbeni ndjeu gjakun t'i ftohej. Ajo e bllokoi. Po, ka modifikuar dokumente. Ka zhvendosur data. Ka krijuar vonesa. Në thelb ju ka nxjerr nga skema. Ai mbeti pa fjalë. Pra, në fund ajo kishte zgjedhur dashurinë, ndërgjegjen, apo thjesht instinktin për të mbrojtur veten. Një tjetër detaj doli në dritë.
Rjeti ku bënte pjesë, Ana kishte filluar të dyshonte tek ajo. Kishte komunikime të brendshme që e përshkruanin si emocionalisht të komprometuar. Kjo shpjegonte frikën në sytë e saj gjatë takimit. Ajo nuk ishte vetëm e arrestuar. Ishte edhe tradhtuar nga vetë Rjeti. Arbeni u kthye në shtëpi atë mbrëmje me mendjen në kaos. Ai nuk mund ta mohonte realitetin. Ajo kishte hyrë në jetën e tij me një mision, por në fund kishte bërë diçka që i kishte shpëtuar atij gjithçka. Ai u ul në dhomën e djalit, e pa teksa flinte. Fytyra e pafajshme e qetë. Nëse plani do të kishte funksionuar, ai sot mund të ishte në burg. Djali i tij do të rritej me turpin e një babai të korruptuar. Ana e kishte ndalur këtë, por me çfarë çmimi? Disa ditë më vonë ndodhi diçka e papritur. Një makinë e panjohur po e ndiqte. Fillimisht mendoi se ishte paranoj, por ndodhi përsëri. 2 herë, 3 herë. Ai njoftoi autoritetet. Hetimi zbuloi diçka shqetësuese. Rjeti ku bënte pjesë Ana nuk ishte çmontuar plotësisht. Disa anëtarë ishin ende aktiv, dhe Arbeni mund të ishte bërë një rrezik për ta, sepse nëse Ana kishte devijuar për shkak të tij, ai ishte pika e dobët. Kjo e bëri situatën shumë më të rrezikshme. Autoritetet i sugjeruan masa sigurie, lëvizje të kufizuara, kujdes maksimal. Ai e kuptoi se historia nuk ishte thjesht tradhti martesore. Ishte një betejë e padukshme me shërbimeve, interesave dhe pushtetit. Dhe ai kishte qenë një pion në këtë lojë. Një muaj më vonë, ai mori një mesazh përmes avokatit të saj. Një letër, e shkruar me dorë. Arben, nuk pres falje, nuk e meritoj. E di që gjithçka që ndërtuam filloi si gënjeshtër, por ajo që ndjeva nuk ishte pjesë e planit. Kur kuptova se do të përdornin për ta bërë fajtor, e kuptova se kisha kaluar vijën. Nuk mund ta lejoja. Ndoshta për herë të parë në jetën time bëra një zgjedhje timen. Nëse ndonjëherë djali ynë do të pyes për mua, mos i trego për misionin. Tregoja që bëra një gabim të madh, por që e doja. Sepse kjo është e vetmja gjë e vërtetë në gjithë këtë histori. Arbeni e lexoi disa herë. Ai nuk e dinte nëse ishte manipulimi i fundit apo rrëfimi i parë i sinqert, por diçka brenda tij ndryshoi. Ai e kuptoi se jeta nuk është bardhë e zi. Ana kishte qenë spiune, por kishte qenë edhe nën. Kishte qenë mashtruese, por në fund kishte zgjedhur të mos e shkatëronte. Kjo nuk e fshinte dhimbjen, nuk e fshinte tradhtin, por e bënte historinë më njerëzore. Vitet kaluan. Biznesi i tij u rimëkëm me vështirësi. Reputacioni u pastrua. Rjeti u çmontua përfundimisht. Për Anën dënimi ishte i gjatë. Pastaj sipas marrëveshjeve ndërkombëtare, ajo u transferua jashtë vendit. Arbeni nuk e pa më, por çdo herë që mendonte për të, ndjente dy ndjesi njëkohësisht. Dhimbje dhe një hije faljeje, sepse në fund e vërteta ishte kjo. Ai kishte jetuar 10 vite në gënjeshtër, por dashuria që kishte lindur mes tyre ndoshta nuk kishte qenë. Dhe ndoshta në botën e errët të spionazhit, akti më i madh i rebelimit ishte të dashuroje vërtet.